Lipsanet e shenjtorit të Madh Shën Nikollës vijnë nga Kisha Katolike nga Bari i Italisë për të qëndruar për disa ditë në qytetin e Beratit. Pritja solemne e lipsaneve u organizua në sheshin përballë katedrales ortodokse Shën Dimitri, ku u mblodhën klerik, besimtar dhe përfaqësues të shumë të komunitetit fetar. Atmosfera ishte e mbushur me lutje, këngë kishtare dhe momente nderimi për shenjtorin. Në këtë ceremoni morën pjesë mitropoliti Beratit, Hirësi Asti, mitropoliti Korçës, Hirësi Anastasi, si dhe klerik të tjerë vendase të huaj, së bashku me delegacione të ndryshme kishtare. Një nga momentet më të rëndësishme të mbrëmjes së kësaj të premte ishte Algripnia e Shenjtë, një shërbes që u mbajt me lutje, psalme dhe lexime fetare, duke krijuar një atmosferë të thellë për kushtimin shpirtëror. Klerikët dhe besimtarët u rreshtuan për të nderuar lipsanet e shenjtorit, duke u falur me radhë para tyre. Besimtarëve ju dha gjithashtu mundësia të merrnin një ikonë të Shën Nikollës si kujtim dhe bekim nga kjo ngjarje e veçantë. Pas lutjeve dhe nderimit u vijua me ceremoni të tjera fetare dhe momente për kushtimin shpirtëror, duke e kthyer këtë vizitë në një ngjarje të rëndësishme për komunitetin ortodoks në Berat.